botrave, paqe dhe mëshira Allahu qofshin për njerin më të dashur, për mësuesin e njerëzimit, për Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe për ata besimtarë të cilët e përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Xhamati i dashur, në këtë ditë xumaje, ditë më të mirë të javës, e lutim Allahun e madhnueshëm të bën kabul namazin e xumas. E lutim Allahun e madhnueshëm që të sëmurët tanë të i shëron, të vdekurit tanë të i mëshiron. Atyre të aban varrët një kopsh nga kopshtet e xhennetit, lutim Zotin, neve të na mbron nga azabi i varrit, të na mbron nga shoqëria e keqe, të na mbron nga borxhet, e mbi gjitha xhamat e lutim Zotin që fjala jone fundit të dalë prej kësaj bote me u kon duke e thonë la ilaha illa Allah, Muhammedun Rasulullah, amin. Jemi në vazhdim e sipër të shpjegimit të hadithit pejgamberit tonë alayhis salam. Javën e kaluar përmendëm, nëse të kërkohet të këshillosh dikë, atëherë të këshilloje, dhe folëm për mirësitë, për urtësitë që i ka këshilla. Inshallah, këtë xhamat do të ndalemi në dy pjesë, po të këtij hadithi që ka të bëjë me teshtitjen dhe duaja që duhet ta bëjmë na kur dikush tesh, kështu më qartë ta kemi, dhe rëndësia e vizitës ndaj të sëmurit që kemi në shtëpitë tona, në spital apo diku tjetër. Vazhdimi i hadithit, nëse të shtin dhe falënderon Zotin, lutu për të. Xhamat, kur ta dëgjosh këtë hadith pejgamberit tonë alayhis salam, dikujt do i duket shumë e thjeshtë, diçka është shumë e rëndomt, punë e madhe pse po të shtit filani, tha posta elhamdulillah, të shtit edhe u kri kjo punë. Edhe pse bashkë lutimi na për ta. Nuk ka diçka që ka thonë pejgamberi jon alayhis salam, e mos jetë me peshë, e mos jetë shumë me rëndësi për ne si besimtar. Këto që i përmendëm xhamat e kalume, edhe kjo ka të bëjë me edukatën e një besimtari, një prindi, një babe, një nane, me fëmijët e vet, me rrethin atij ai ku jeton. Prandaj kur të shtit ai dhe thot elhamdulillah, ne e kemi për obligim pra mu lut për ta. Prandaj të shtitja është pjesë e fiziku të njeriut, dhe se ajo mund të jetë edhe çlirim, po edhe kur tesh mund të jetë edhe një smundje. Prandaj njeriu i cili të shtit, ai çliron energji dhe në këtë moment ai e falënderon Zotin për këtë, përderisa ai thot pra yerhamukallah, Zoti të mëshiroft. Prandaj na kur të shtiti, them elhamdulillah, ai tjetri i cili është pranë neve, thot Zoti të mëshiroft, apo yerhamukallah. Të nxënësit e mi e kanë mësu me thonë yerhamukallah, ama ju zor që e mësoni, s'keni mundësi me mësuse, si mos i shekon nxënësi dëni hoxhës vështirë kije, po let mundesh me thonë Zoti të mëshiroft. Ai thot elhamdulillah që të shtit, ti duhesh me thonë Zoti të mëshiroft. E nëse nuk e falënderon Zotin, pra nëse ai që të shtit nuk thot elhamdulillah, është ti mirë mja kujtu me thonë ti thush elhamdulillah. Kështu pra, vetë fjala do njëherë, jemi thonë e pse s'po thue, as po e dea, e ku i e ti, ke që to të në shka u bo, e shka me thonë elhamdulillah, po jo xhamat. Nërë e banëm patare qitëm për toke, më në thonë po du me të kalëzu tije, që shtuat, apo që shash më smirë ti me thonë. Ka raste xhamat kur ne përdorim shprehjen shëndet. Kjo fjalë nuk është e keqe xhamat. Mos keq kuptomi, disa ju vjen në turp, disa me thonë elhamdulillah, e Zotit mëshiroft, edhe kinse se unë kam rri, jam pak më i ngritur, jam për një familje s'di shka e mendon vetën, edhe ai thot e shëndet. Jo, në këtë rast, në duhet të kuptojnë xhamat se doja që ne bëjmë për ata që të shtin, është më e madhe dhe më me peshë se shprehja shëndet. Ne lutemi që Zoti ta mëshiron atë person, ta pastrojë nga të këqijat në këtë dunja dhe në dunjan tjetër. Pra,
E kuptuam tani dallimin në fjalës shëndet dhe kur lutemi që Zoti atë ta mëshiron dhe ta pastron nga të këqijat në këtë dunjë edhe në botën tjetër. Muhamedi alayhis salam na ka mësuar edhe formën e teshtimit. Ai ka thonë: nëse dikujt i vjen të teshti, të mundohet sa të mundet të ndalë zëri. Pra kuptohet kanar e teshmja e qet një zonë shumë të ranë, edhe mundesh mi shqetësu ata afër që i kije. Po çfarë thot pejgamberi i Allahut, mu mundu sa më shumë pra me ndalë zonin kur teshtitin. Pastaj ka thonë: dhe të largoj gojën e tij nga njerëzit e qetë. Nuk është nga edukata, filani po teshtit edhe me ta hap gojën edhe viran aty para qetrit. Merre, jo, thot pejgamberi i Allahut, me ul sa më shumë zonin, po të njëjtën kohë edhe me largu gojën nga njerëzit e tjerë. Pastaj ka thonë: gjithashtu duhet të afroj edhe dorën te goja. Kjo është formë edukimi xhamat që na ka mësuar neve se si duhet vepron një besimtar kur teshtit. Ka dhënë shkenca, apo thonë më drejt xhamat mjekësia, një spjegim shumë të mirë dhe ta kupton besimtari më në fund na kur teshtitim se thojmë elhamdulillah. Arsia pse duhet të themi elhamdulillah pas teshtitjes është se gjatë procesit të saj zemra ndalon së rrahuri. Kështu thot mjekësia xhamat. Kur teshtit, zemra ndalon së rrahurit. Ajo bëhet me një shpejtësi dikun deri në 100 km/h. Mjekësia, shkenca e thot, kur teshtit, ajo bëhet deri në 100 km/h. Pastaj, dhe nëse ju teshtitni me forcë, atëherë mund letë të vi deri të thirrja e ndonjë prej kockave në trupin tonë. Mjekësia gjithashtu thot se ai i cili tenton me teshtit, me syt hapur, mund t'i dalin sin nga vendi, nga ftyra e tij, do thot. Pastaj thot mjekësia xhamat se nëse tenton pra zbrapje të teshtitjes, ka disa mundohen me ndal teshtitjen. Mundohen me ndal teshmën, thot shkenca se mund të ketë pra derje të gjakut në tru dhe në qafë. Dhe kur i ndëgjojmë këto xhamat, se sa është teshtitja dhe çfarë sjell pra në shëndetin dhe në trupin ton, kemi pas se është edhe një send tjetër përmend mjekësia se ndalet të punuarit të zemrës, sistemi i urinimit dhe tretjes. E sa zgjat kjo ndoshta 1 sekond, ama më pak se 1 sekond. Që ka zgjat? E mas kësaj xhamat, a nuk e meriton edhe unë edhe ti pas teshtitjes tonë pra të themi elhamdulillah. Prandaj, kjo vetëm si fjalë që na ka mësuar pejgamberi jon, pastaj vije edhe shkenca e vërteton mjekësia pse na në fund masi teshtitim duhet me thonë për elhamdulillah. Edhe një rregull xhamat, apo meselet fikut do ta përmendim këtu në lidhje me teshtitjen kur jemi në namaz. Sipas mëdhëbit ton Hanefi, kuptohet si gjithmonë shpjegimet e bëjmë sipas mëdhëbit ton, nëse ti teshtit, nuk duhesh me thonë elhamdulillah, përderisa ti je në namaz. Nuk duhesh me thonë te elhamdulillah. Edhe ai qetri po ta dëgjojnë elhamdulillah dhe thot ti e Zotit të mëshiroft, do thot ti e ki prish pra namazin. E ki prish namazin dhe se tamam po të erdhi teshtitja me mundësi zërin me ul, edhe me mundësi dorën deri te goja, që kjo po, ndërsa pjesa tjetër, nëse e ban me vetdije, me qëllim thua elhamdulillah, kjo në mesele të fikut, të mëdhëbi jon pra, ti ta prish namazin nëse e thua këtë. Atëherë xhamat, kemi hadithin e pejgamberit ton alayhis salam,
si argument që e transmeton Imam Muslimi dhe të tjerët, se Muhamedi a.s. reagoi ndaj atij që i tha personit që të shtiti në namaz, yerhamukallah, duke i thonë në namaz nuk lejohet të përdoren fjalët e njerëzve, por gjithçka që mund të thuhet është tesbih, lavdërim, tekbir, madhërim dhe lexim i Kuranit. Këta pra ne kemi si argument se nuk lejohet në namaz të themi elhamdulillah me vetdije dhe se kjo e prish pra namazin tonë. Pjesa tjetër, vazhdimësi e hadithit pejgamberit Allahut, nëse vëllau yt është i sëmur, shkoj për vizitë. Atëherë xhamot, kur njeriu sëmurët, ai shtrihet në shtratin e spitalit apo diku në shtëpi. Dhe se i sëmuri është plotësisht pra i nënshtruar dhe i dorëzuar për Allahut. Ndërkaq njeriu që ka shëndetin mund të habis diçka në jetën e tij. I sëmuri pra nuk ka më, nesër ka me shku në punë, nesër ka me shku dikon me një angazhim tjetër, absolut. Smundja e tij e ka bën të dorëzuar dhe të nënshtruar ndaj Zotit. Është një send me përmend se zakonisht të sëmurët presin pra vizita nga njerëzit. Ata presin që na me shku ata me i vizitu. Prandaj edhe këtu pejgamberi Allahut e ka dhënë një edukat të mirëfillt për ne si besimtar, çfarë duhet të bën besimtari në vizitën që duhet t'ja bën pra të sëmurit. Si duhet të sillemi kur e vizitojmë një të sëmur? I sëmuri xhamat të vizitohet me një jetë të pastër dhe me qëllim të mirë, siç vizitohet një dietar që vepron sipas dijes së tij, ose një vëllai besimtar që është i denj. Pra e para, që na kur të shkojna me vizitu një të sëmur, ta kemi pra një jetën e pastër dhe ta kemi qëllimin e mirë. Pastaj, i sëmuri vizitohet me qëllim që të udhëzohet në të mbar dhe të tërheqet vërejtja nga kryerja e një metode dhe vërejtja nga e keqja me metodë të butë. Çfarë ka për kuptim në xhamat kjo? Të bëhet një këshill që mundesh atij pra me ia dhënë. Ajo këshillat që mundesh me ia dhënë të sëmurit është ai pra ta shton istighfarin. Ta shton istighfarin dhe se ki istighfar për të si besimtar tjetë më afër me zemër e me shpirt të thot ata dhe me gojën e tij, sepse tani më është ai më afër vdekjes se askush tjetër. Pastaj të ketë për qëllim pra vizita jonë t'i kryet atij ndonjë punë, t'i lahet ndonjë borxh ose të kuptohet gjendja e tij. Me akri pra do një punë po patë mundësi, mu interesu në vizitën që ja ban, nëse ka do një borxh mu interesu, a ka do një borxh, dhe pa mundësia e ti të sëmur dhe antarët e familjes, nuk e kanë këtë mundësi, ti mu mundu pra me ala ati borxhin dhe me kuptu pra gjendjen e ti familjare se e ka, apo në fund gjendjen e ti shëndetësore. Thot me një hadith pejgamberi jon alayhis salam, kush e viziton për të i dhënë pra një të sëmuri durim, apo e viziton një vëllaun e tij vetëm për hir të Allahut, pa kur një farë interesi, atij i vjen një thirrës duke i thonë: je i bekuar dhe të është bekuar ecja jote. I ke përgadit vetës një vend në xhennet. Pra, kështu i thot një thirrës pejgamberi Allahut, një melaçe, i thot je i bekuar ti, është e bekuar edhe ecja jote, e i ke përgadit pra vetës tënde një qëndrim pra një shtëpi në xhennet. Një nga rregullat apo të edukimit që duhet ta ketë besimtari kur viziton një të sëmur, duhet jetë i kujdesshëm dhe të përmbat disa rregullave. Të mos e rëndoj pra të sëmurin,
për shembull, atë ta vizitoj me një kohë të papërshtatshme. Ti i kish netit, edhe që tash po du me shku mua kur të mvejnë në kam. Jo, xhamat, të këshirësh pra ta vizitosh në kohën shumë të përshtatshme për ata. Nëse i semuri pra ndodhet në shtëpi, duhet i kërkohet leja atij. Pra duhet i kërkohet leje apo antarët familjes. E keni punën ju në shtëpi me ardh me vizitu një të semur. Kështu është pra. Jo në punisna se unë e kam mik, e kam shok, e kam kujshi, edhe s'ka kush më kthen mua. Xhamat, gjithmonë pra kjo leja, jo vetëm te i semuri, po edhe kështu në përgjithësi duhet jetë shumë normale, sepse Zoti ka zbrit ajete që ka të bëjnë me këtë rregull familjar. Ka kaluar ajo kohë para 40-50 viteve, kur ti me kerr me kali ki shku me një katon tjetër, edhe s'ka pas mundësi më kërkim leje. Mirë po, kur tash kemi gjitha kushtet, mundësia është edhe një telefonat, një zile dikujt, a e ke momentin, kohën për me ardh me të vizitu. Po thënë, nuk e kam kohën, nuk e kam momentin, kam punë, kjo nuk ka këtu idhnim në xhamat. Nuk ka idhnim, thjesht mu duhesh më nalë shpitane. E kunash më nevojshme xhamat, më prioritare, duhet të kërkohet leje të semurit ati që duhet mi abon. Thjesht ndoshta i semuri xhamat, nuk e ka gjendjen ai me prit musafir. Gjendja ati shëndetësore e përketësume. Apo antarët e familjes nuk janë të gatshëm me prit një musafir për x arsye që mundet me pasaj në shtëpinë e vet apo në dhomën ku e ka të semuri. Pastaj të mos qëndroj shumë gjatë. Edhe këtu me keqarje xhamat e kemi një lëshim të vogël, po thuj se a ki vogël a bon shumë i madh të këtë xhamati jon, pra të popullata jon. Na shkojna me pa një smut, edhe pasaj një mazdar këtë 2 orë e 3 orë muhabet. Jo sporrina të ki smutin në sobë, na po dalmi tjetër në sobë. E ta në tjetër në sobë, hajde xhamat, shtje a ki arë me pa të smutin e me avet halin e si i ka punën, apo tani ti po do me kalu kohën, pin 6 e derin 10 me nejt, kjo veç të në ndodh o vllazë. Ata kanë dertin ati të smutit, dikush duhet me nejt qut me atë smutin ati, dikush në shtat duhet me pastëru, sepse janë i shtrirë në shtrat smunët mu gjetë, ata janë të lodhur, kanë derte, kanë krejt, mua mu kanë tek që po du me shku me pa të smutin. Marabasia e mirë, a i shallat kalot, na po dalmi që të rënso, po rina edhe ma beti flak. Apo shkon me kalu kohën, ti, apo shkon ti edhe une, kejtë kur folbi ti, edhe une jam që ti, apo kina shku na minjet me pa të smutin xhamat. Jo kështu duhet vetë disomi xhamat si popull në këtë rast. Duhet vetë disomi, kush do të qoftë, sa të afër në ta kishe ti ata, përsëri mendoje se një i smut në shtëpi, këtë familja janë smut. Në të kuptimi me kërejt ato që e kanë atë gajle, mu kujdes për ta, ilaçi, doktori, natën duhet me qunë spital, me këthi me marë, edhe mu në sante mu kanë tek, kam fletone, pina ksham, disa hati kam bo gjumë, jam qu, po du me arë me patë smutin. Jo, ti ki pushush, ti po do me kalu natën ti, apo? Jo, xhamat, jo, kjo nuk ka vizit. Ti ma me këtë vizit nuk jetë e marë atë shpërblim që ka përmenjë pejgamberi jonë alese me të ndërtu ti në shtëpi në xhennet me pas. Po ti po do me kalu kohën për qefin ja 3-4 sahat, edhe që ati të në më beti me të ngu kopallat e tua. Kjo nuk është nga edukata që ka përmenjë pejgamberi jonë alayhi selam. E pastaj, nëse i semuri të kërkon me zgjat pak vizitën, me zgjat pak, atërë pra ti mund është me nejt, ama jo me të pru. Jo me të pru, ka qef aj e ndjen vetën pak më mirë, në këtë rast xhamat e zgjat pak vizitën, edhe më në thonë pra me leje, duesh mu qu prej ati vendi. Vizituesi duhet të bëjë dua për shërim dhe shëndet për të semurin. Nga se Muhamedi alayhis salam xhamat, kur hinte tek donja i semur thoshte, mos u brengos
inshallah është pastrim pra i mëkateve tua. Kështu i thoshte pejgamberi alayhis salam. Ka thonë mos u brengos, mos u mërzit fort, mos e ki fort, pastrues pra është për ti inshallah të mëkateve të tua. Vizituesi duhet të ul shikimin e të mos jetë i bezdishëm në pyetje, por të pyes pak. Nuk ka xhamat nuk është në rregull, më bëj i bezdishëm në pyetje. E kur je kon te doktori, kur je ki kontrollën, e pastaj shka tha ti doktori, shka po dalin ti rezultatet, po mirë që atë specialisti ka ardhur, ti a specialisti ja shka jeti që po e vetë në detaje këta. Bëmi të shallë në letrat se e kam pas unë bahajën tema, ka pas koni smut më dokot, po në shkupe pa të nqu, edhe kështi kërejt në midhon ati raport për të smutin që e kimi në shpe ati. Nuk du shqesh i bezdishëm xhamat. Po nëse duhet me pyet pak, si je, apo ki dhimta, dë një fjalë të mirë edhe me kash me përfundu. Të shfaq për dhegësim në para të sëmurit dhe të këshilloj për durim. Kështu pra, ati duhesh me thonë pra, ban sabër, sepse me sabrin që ti jetu e bo, ki me pas problem të madh tek Zoti. Gjithashtu xhamat, duhet ja tërheq vërejtjen nga rënkimet dhe ankesat, sepse ato e shtojnë mëkatin dhe humbin shpërblimin. Pra, edhe e mëson për të bërë durim, se ki me pas shpërblim inshallah, a e kërkon ilachin te doktori, po të njëjtën kohë ban edhe shpërblim, ban edhe durim dhe merr sevapin. Edhe duhesh me atë vërejtjen me fjalë të buta, nuk është mirë me rënku, e nuk është mirë me u anku, sepse kjo pra e humb shpërblimin dhe runa Zot mundesh me marr dëni gjuna. Një nga edukatat që ka të bëjmë me të sëmurin është kur ta shofësh ndonjë të sëmur, atë gjimtuar, do thot, nëse e shet ndonjë, po shprehim ndonjë sakat, ndonjë të verbër, ti dhe unë xhamat duhet të lutemi fshehu razi në veten tonë. Çfarë është ajo xhamat? Me thonë falenderoj Zotin pra, Allahun që më kanë dhënë shëndet mu edhe me ata që më ka dallu dhe më ka vlerësu mbi shumë krijesa të tjera. Kështu me fjalë, shqip edhe qartë xhamat. Po e pave një të sëmur, po e pave dhe një që ka lind me të meta fizike, apo ka një sëmundje që ata e kalon pra me pasoja, ti dush me lutë fshehura e Zotit, me thonë, alhamdulillah o Zot, unë e kam shëndetin. Alhamdulillah, dush me thonë, e kam unë e shëndetin, edhe nuk unë ka sprovu prasik i aj. Kur bëhet fjalë për vlerën e vizitës ndaj të sëmurit, thot pejgamberi jon alayhis salam, ai që e viziton të sëmurin, një zën nga qielli thërret dhe i thot, ti je i mirë, apo jeta jote është e mirë. Ti ke përgatitur vendin tënd për qëndrim shtëpi në xhennet. Kështu pra, kur shkon ti me vizitu, thot një thirrës, thot një melaç që ti je i mirë dhe jeta jote e mirë, ti ke përgatit për vetës tënde një shtëpi në xhennet. Mëkatet bihen, thot pejgamberi jon alayhis salam, kush viziton një të sëmur, ai hin në mëshirën e Allahut. Dhe kur të ulet te i sëmuri, mëshira e mbulon atë plotësisht. Enesi radiallahu anhu, që është transmetuesi i këtij hadithi, ka thonë, unë e pyeta të dërguarin e Allahut, o i dërguari i Allahut, ky është për të shëndoshin që e viziton të sëmurin, por çfarë ka për të sëmurin xhamat? Çfarë ka për të sëmurin? Ka thonë pejgamberi jon alayhis salam, mëkatet i bien atij të sëmurit. Ti pra të mbulon mëshira e Allahut kur i viziton një të sëmur, po të njëjtën kohë xhamat e mbulon mëshira e Allahut edhe të sëmurin, që i bie se atij besimtari pra i bien mëkatet. Prandaj xhamat, si përfundim të themi se kur të shtit thuaj elhamdulillah dhe fare mos të turpro. Thuaj elhamdulillah dhe tjetri le ti thot edhe atij pra Zoti të mëshiroft. Kjo është një nga mirësitë
një besimtari dhe nga edukata që e ka kur ai të shtit. E dita xhamat, falenderoj Zotin për shëndetin që ti edhe e mua ma ka dhënë për Allah. Thot me një hadith pejgamberi jon alayhis salam, di gjëra muslimani nuk ja di pra vlerën, nuk ja di shëndetit edhe kohës lirë. Dhe mendoje mirë edhe unë edhe ti xhamat, sa do të dëshiron të njej së murë, sot me arë me falë namazin e xhumës. Sa do të dëshiron të xhamat njej së murë me i kri, tani më kanë i shnosh e me i kri obligimet e tia familjare, më kujdes për gruan e për fëmijët e vetë. Mendoje pra i së muri çfarë dëshirat më dhaja ka, që ai t'i kthes për t'i kthet pra jetës normale. Prandaj, tamam e shenja të sëmur. Dëgjon filani se qenë ka i sëmur, majnë men pejgamberi Allahut, sa herë që kanë dëgju për ndonjë të sëmur, ka shku e ka vizitu atë sëmurin. Kështu që kur mos e mat, edhe unë e kam pas babën, kur s'm ka ardhur, edhe unë s'kam i shku. Kjo më është hakmarrje xhamat. Kjo nuk është se unë po kallzoj burrni. Absolut. Ti të mbulon mëshira Allahut, ti të sëmurit, Allahu ja fal mëkatet, Allahu ti të ndërton një shtëpi në xhennet, ti tregon respekt për atë familje dhe për atë të sëmur, pra me fjalë qera, besimtarët afrohen mes vete dhe tregojnë pra dhëmshmërinë mesin e tyre. Në këtë mënyrë xhamat, ne i mbajmë lidhjet e tona sa më afër dhe të njëjtën kohë se tregojmë se jemi besimtarë. Dhe imsemi për qetrin, kur e ka një dert, kur e ka një sëmundje, po të njëjtën kohë, po edhe kur e ka një gëzim, e ndajmë gjithë atë së bashku. Lusim Allahun e madhnueshëm xhamat në këtë ditë xhamaje, që të sëmurët tanë të i shëron, e dhimbjet atyre t'ja largon. Lusim Allahun neve që besimtarët, kudo që janë pra, t'jenë në punë të harit dhe në vepra të mira, dhe mbi gjitha xhamat e lusim Allahun e madhnueshëm që fjala jonë e fundit e dalë prej kësaj bote, me u konë duke e thonë, me zemër, me bindje dhe me plot krenari, la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.